Përshëndetje të gjithëve, unë jam Gjensila Pere dhe ndodhem në Capitol Ballroom, nga ku do të zhvillohet dhe edicioni 5 i nëntorit shqiptar në New York. Së bashku me mua do të shkojmë në zemër të eventit, aty ku do të marrim emocionet e vërteta, të gjithë pjesëmarrësve dhe sidomos të artistëve që do të performojnë. E jani me mua. Zoti nuk ma fal. Jeta si në prah më kish llasuar, lart në qelë si një yll jetoja unë. Qeshja si e marë kur ti rënkoje, e pashtirt vetëm vetën doje shumë. Zoti nuk ma fal, bota mbi muara, më ikë ti, më ikë miq, ta strit nuk ka. Zoti nuk ma fal, fira për së nuk ka. Lotët le do në dorë, të ndrysh kur janë. Sa të kërkoja në për zemra bosh, dhe e kuptoja asgjë nuk më josh. E vetme janë, oh, e vetme janë. Kur u rënkoja qeshje si i marë, e meritoja unë të hiqem s'far. Fajtore janë, oh, fajtore janë. Zoti nuk ma fal, bota mbi muara, më ikë ti, më ikë miq, ta strit nuk ka. Zoti nuk ma fal, fira për së nuk ka. Lotën le do në dorë, të ndrysh kur janë. Zoti nuk ma fal, bota mbi muara, më ikë miq, ta strit nuk ka. Zoti nuk ma fal, fira për së nuk ka. Lotën le do në dorë, të ndrysh kur janë. Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në edicionin e 5 të Nëntorit Shqiptar në New York. Mjafton të thuash nëntori shqiptar në New York dhe automatikisht të vjen emri Teni Vllaçaj në mendje, sepse ka qenë për çdo vit prezantuesi i këtij eventi.
Teni, jam shumë kurioze të di. A vazhdon të kesh emocione si ditën e parë? Them drejtë mi mbroma i Argjencila, duke shumë bukur komplimente, edhe faleminderit që ke ardhur dhe ti. Emocione realisht kam, sepse gjithmonë është ai impakti i parë që do me thënë qa do te i qosh ti ose qa do japësh ti tek publikus, duke qenë se gjithë të shohin dhe presin se qa do thuash ti. Po nuk edhe aq shumë se besoj, sepse jemi bërë tani si një familje, është viti i 5, qëllimi ishte që të sillnim kulturën, traditën, dashamirësinë, mikpritjen tonë në zemër të New Yorkut këtu në Capital Ballroom. Më duket mua po është kthyer tashmë si një mision për të gjithë familjen e nëntorit shqiptar, për të sjellë të gjithë dashurinë tonë nga Shqipëria përtej oqeanit. Në fakt, festa e nëntorit në Amerikë siç dihet absolutisht që festohet shumë, edhe ju uroj të gjithëve nëntor, të gjithë festat e flamurit 28-29. Është bërë si traditë, njerëzit e duan, e kërkojnë këtë lloj gjëje, sepse është një event që realisht synimi ka qenë që shumë njerëzve të suksesshëm t'i nxjerrim ndoshta pak më shumë në dritë ose të jenë pjesë e televizionit, edhe mendoj se ja kemi arritur deri më diku. Mirëprisni, prezantuesin e mbrëmjes, Teni Vllaçaj. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në zemër të New Yorkut, në Capital Ballroom, ku sonte do të festojmë Shqip. Zonja dhe zotri, ky është edicioni i 5 i nëntorit shqiptar në New York. Shumë faleminderit. Si fillim dua t'ju komplimentoj të gjithëve, dukeni shumë bukur sonte, si dhe dua ta nis me një falënderim, sepse keni qenë mbështetje për ne që në fillimet tona që kur erdhëm për të bërë nëntorin e parë. Kështu që ju falenderoj shumë edhe shpresoj që të kënaqemi gjithë së bashku. Por, sigurisht në këtë mbrëmje unë nuk do të jem vetëm, pasi krah meje do të vijë një modele shumë e njohur. Dua një duartrokitje shumë të fortë dhe të mirpresim në skenë Sabrina Përleshi. Hello, and thank you for all being here tonight on this lovely evening. I'd like to introduce myself, as he already did. Thank you very much. My name is Sabrina Përleshi. I am born and raised in New York, and I'm so happy to be here presenting these awards, and I hope you guys all have a fabulous night. I'd also like to mention that I am an Albanian American. So Sabrina is going to speak in English and I in Albania. Kështu që Sabrina, unë në fakt nuk dua t'u marr shumë kohë dhe juve, dhe dua që të ndjekim klipin e parë dhe të zbulojmë se kush është personazhi që do të marrë një çmim mirënjohje. Një filantrope dhe lidere e shquar e komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administratore e Fondacionit të Familjes Koslovski dhe Fondacionit Michael J. Koslovski, organizata të përkushtuara për përmirësimin e kujdesit shëndetësor, arsimit dhe ruajtjes së kulturës. Një figurë e përkushtuar humanitare me rrënjë shqiptare që ka kultivuar suksesin në SBA dhe kontribuon në shërbim të komuniteteve. Me mbi 2 dekada përvojë filantropike, ajo ka demonstruar një angazhim të palëkundur për të krijuar ndryshime pozitive në komunitetet në nevojë. E lindur në Tiranë, ajo ka qenë një sportiste duke përfaqësuar Shqipërinë si basketbolliste në lojrat olimpike ballkanike në 1986 në Greqi. Emigron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 1997, ku pas shumë sakrificash në saj të aftësive të saj, arrin të ketë një rol kyç dhe drejtues në fondacionin e famshëm të Helen Koslovski. Fituese e 10 çmimeve për humanizmin e saj si filantropistja e vitit dhe për kontributin edhe në vendlindjen e saj në Shqipëri. Ka krijuar programe ndihmë për komunitetin shqiptaro-amerikan, për edukim, për kujdesje shëndetësore dhe mbështetje për grupe vulnerabël. Që nga viti 2015, në dekadën e fundit, ajo ka dhuruar mbi $10 milion.
Zonja dhe zotrinj, filantropistja e suksesshme Fotini Alteni Kokeri. Mirëmbrëma të gjithëve. Zonja Fotini, është nder që ju kemi sonte me ne. Një mesazh i shkurtër nga ju shqiptare të diasporës. Është kënaqësi të jem këtu me shqiptarët e mi, sepse më pëlqen të ndihmoj shumë dhe dua që në vitin 2026 t'i ftoj të gjithë shoqatat non-for-profit 501c3 të aplikojnë në fondacionin që fillon me datën 1 janar, Baronesha Fotini Alteni Kokeri. Tani kemi më shumë fonde të suportojmë në të gjitha fushat, medical, scholarship, culture, you know, I love my Albanian culture. Më falni se po flas edhe anglisht, nuk e di pse. Unë sot nuk kam bërë asnjë letër sepse dua që të flas shqip. Edhe nuk kemi nevojë për shkrime kur flasim shqip sepse flasim nga zemra. Jam këtu për t'ju ndihmuar juve. Fondacionet e mia janë private, unë nuk kërkoj lek, unë vetëm jap. So ju lutem më thoni t'ju ndihmoj dhe ta forcojmë komunitetin ton në të gjithë Amerikën dhe t'japim mbrapa në Shqipëri e në Kosovë. Jemi një kom, gëzuar festën dhe jam proud to be Albanian. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Zonja Fotini urime për çmimin, edhe pse na keni mësuar që filantropia nuk ka nevojë për çmime. Nga të gjitha gjërat e bukura që ti ke për jetë, kush është vepra me të cilën krenohesh? Unë krenohem numër 1 me fëmijët e mi se i kam të mrekullueshëm. Dhe se si janë fëmijët e mi, duhet të jetë dhe ardhmja e Shqipërisë. Unë kam 2 fëmijë të mrekullueshëm, vajza që po studion për të bërë avokate dhe djali që ka mbaruar dhe është punon si MRI CT scan technician. Ata janë amazing, janë kënaqësia dhe jam very proud of them. Por dua që të suportoj të gjithë fëmijët tanë, sepse i kemi të talentuar, i kemi të mrekullueshëm. Kam dëshirë të jap scholarship-e, t'i suportoj edhe mbasi mbarojnë shkollën, sidomos në medical field, dhe të vazhdoj me kulturën tonë. Kemi një kulturë të mrekullueshme, me shumë vite histori. Unë jam shumë e lumtur që jam shqiptare, dhe jam krenare. Dhe ne na bën krenar që jemi shqiptar. Faleminderit shumë dhe shumë urime dhe suksese në punët e tua të ardhshme. Mendoj se është momenti që të zbulojmë kush do të jetë personazhi tjetër. Ai lindi dhe u rrit në një fshat të vogël në zonën e kufirit verior shqiptaro-malazez në trevën e Plav dhe Guci, por në moshën 18 vjeçare, me bekimin e prindërve, u nis drejt Amerikës në kërkim të një jete të re. Me ardhjen në New York, ai nuk dinte anglisht dhe filloi të punonte në restorante për të fituar përvojën në industrinë e mikpritjes. Pas 5 vitesh punë në disa restorante, ai u bë një nga kapitenët më të njohur të restoranteve në New York, duke u shërbyer klientëve si Sophia Loren dhe Elizabeth Taylor. Në tetor 1978, ai hapi në Manhattan restorantin e tij të parë. Bruno Restaurant u hap me vlerësime të jashtëzakonshme dhe shumë shpejt u bë vendi i preferuar i njerëzve të famshëm të politikës, biznesit dhe shoqërisë së New Yorkut. President, kryer shtetesh, diplomat, shkrimtar, aktor dhe studiues vizitonin restorantin e tij çdo natë për të shijuar ushqimin dhe për të ndjekur live performancat muzikore të përnathshme. Ai ruajti gjithmonë vlerat e mikpritjes shqiptare në restorantin e tij. Pas 30 vitesh, në gusht të vitit 2007, Bruno Restaurant u shndrua në Club A. Restoranti i tij është përmendur si vatra shqiptare në Manhattan, ku jo vetëm frekuentoi për ushqim, por edhe si vend takimesh për komunitetin shqiptaro-amerikan. Selimaj ka qenë aktiv në komunitetin shqiptaro-amerikan, duke ofruar vend për takime mbledhjesh fondesh dhe lobim për çështjen shqiptare, veçanërisht për pavarësinë e Kosovës. Në restorantin e tij janë organizuar aktivitete me diplomat amerikan, senator dhe përfaqësues të shkallës së lartë,
Dhe ky ambient është përdorur si pikë lidhje për lobim nga diaspora. Club A është konsideruar jo vetëm biznes, por institucion kombëtar për shqiptarët në Amerikë. Me iniciativën e tij janë mbledhur më shumë se $2 milion donacione për luftën e Kosovës dhe çështjet kombëtare. Për kontributin e tij, ai ka marrë disa tituj dhe mirënjohje. Është quajtur kalorës i urdhrit të Skënderbeut. Për të, emigrimi ishte mundësi për të ndërtuar dhe për të ndihmuar atë dheun, jo për të harruar atë. Zonja dhe zotrinj, Bruno Selimaj. Mirë mbrëma, mirë se ki ardhur, Bruno. Mirë që të gjithë. Urime vazhdofsi me suksese për shumë vite. Unë në Amerikë ma shumë se 50 vite, edhe kur këm pas arë në Amerikë, një fjali John Kennedy të madh, kur ka thonë, mos shqyni që ka bon shteti për ju, po që ka boni ju për shtet. Me ato vlera këm punua 3 dimensione. Një ka qenë për familjen, një ka qenë për biznis, një ka qenë për kombin shqiptar. Edhe kisha më lut edhe juve me vazhdua njajtën. Faleminderit. Bruno, në fakt nga rrethi jot i ngushtë shoqëror, kam dëgjuar që fjalia jote kur ke ardhur në Amerikë ka qenë që do bëj $20,000 dhe do kthehem. Po, e vërtet. A u bon ato $20,000? Urime, suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit, Bruno. E në fakt, personazhi tjetër që do ftoj në skenë e di që është akomoduar dhe është i rahatuar me shoqërinë e tij. Do doja të ftoja në skenë në qoftë se mundet një personalitet siç është ambasadori jon i Shqipërisë në New York, Ervin Bushati. Ndodhem këtu me ambasadorin Ervin Bushati, për ne është një nder dhe një kënaqësi e madhe që t'ju kemi këtu prezent, mirë se erdhe. Doja shumë, jam kurioze të di se çfarë mendimi keni për këto evente që vinë shqiptarët e Shqipërisë për të organizuar një event në zemër të New Yorkut për shqiptarët e New Yorkut. Faleminderit dhe mirë se erdhëm në New York një herë. Është kënaqësi shumë e madhe në fakt në këto evente të mblidhen gjithë shqiptarët e diasporës, pa dallim krahinash dhe pa dallim edhe kufish me thënë drejtën, pra gjithë shqipet dhe gjithë personazhet më të spikatur atjetës sociale, kulturore, po dhe të biznesit, sidomos në New York, po dhe anë mban Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në fakt, sa më shumë afrohemi në vigjiljen e festave të nëntorit, ditën e flamurit, aq më të shpeshta janë dhe këto evente. Dhe në fakt, ky është një nga ato më domethënësit dhe më të spikaturit. Dhe më vjen mirë që shqiptarët janë gjithë bashkë këtu dhe përpiqen edhe në jetën e tyre kaq të zënë me punët e përditshme të gjejnë kohën të kontribuojnë dhe të sjellin frymën e shqiptarisë pikërisht në Manhattan, pra në New York. Përpiqemi që gjithmonë të jemi sa më pranë diasporës dhe kuptohet që në këto vite diaspora shqiptare në New York, anë mban Amerikës, gjithmonë më shumë është jo vetëm më patriotike, po dhe më pranë vendimarrjes dhe proceseve si politike, ashtu edhe sociale të qyteteve ku janë. Pra dhe në New York, edhe në Washington, edhe në Boston, edhe në Detroit, shqiptarët gjithmonë më shumë, po evidentohen si faktor zhvillimi, si faktor punësimi, si faktor të rritjes së jetës sociale, po si dhe njerëz që kontribuojnë shumë për komunitetin. E di që nuk e prisnit, por dua që t'jesh dhe ti prezent, pasi dua që ta zbulojmë së bashku se kush do t'jetë personi tjetër që do t'vijë në skenë.
Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi sonte të jemi këtu, përshëndes organizatorët me këtë punë të mrekullueshme, edhe vjen mirë që jemi me shqiptarë kaq të shquar të diasporës. Ne shqiptarët jemi shumë krenar për identitetin ton, për historinë ton. Në fakt, njeriu i parë shqiptar që njihet nga historia, që është i shkruar në historinë ton, është mbretëresh Teuta. Dhe më vjen mirë që në një kom kaq burrnor, njeriu i parë i historisë shqiptare është pikërisht mbretëresh Teuta. Dhe në fakt është shumë domethënëse që Teuta është në mbretëresha e parë e historisë e Europës. Domethënë mbretëresha tjetër do të vinte mbas 1600 vjetësh në Danimark. Duke lexuar, se kam qenë gjithmonë interesuar për këtë, se edhe gjyshja ime ka pas emrin Teuta, zbulova në arkivat e Romës që në fakt Teuta është titull. Nuk ka qenë një emër i vërtet, por është një titull. Dhe në gjuhën e vjetër shqipe ishte mbrojtësia e njerëzve të vet, të tut, që mbron të tut. Dhe më vjen mirë në fakt që dhe si nga origjina aty afër Shkodrës ishte pranë Shkodrës, dhe ndërmjet Shkodrës dhe Kotorrit, që kishte bazën kryesore me cilët luftonte me romanët, ne kemi një zonë shqiptarisë që është po aq shqiptare sa në Shqipëri dhe përtej kufive tanë. Dhe në fakt më vjen mirë që titulli mbretreshës nuk ishte një status social, por ishte një shërbim social. Pra merrte ai që mbronte njerëzit e tij dhe përkujdese për njerëzit e tij. Kështu që më vjen shumë mirë sot që të prezantojmë një Teutë të maleve, siç është Eminaçun Mulaj, një zonjë vërtet, një nënë e mirë, një patriotë vërtet që ndihmon gratë kudo anë mban trevave shqipfolce, sepse me të vërtet që ne jemi krenarë që jemi shqiptarë dhe kemi burrinë shqiptare, po duhet ta kuptojmë që Shqipëria në fakt është edhe një kontribut kryesor i atyre që e kanë themeluar në fakt identitetin shqiptar, duke nisur që kanë mbretëresht Teuta. Që vjen shumë mirë prezantoj konsulin ton të nderit në Miami dhe mi ke shumë të mirë nëse mund ta quaj Eminaçun Mulaj. Faleminderit. Në fakt unë nuk do doja që të largohesh nga skena, pasi donim që ju t'ja jepni çmimin, kështu që ndjekim insertin, lutem. Një modele shqiptare me famë ndërkombëtare dhe me angazhim në çështje sociale dhe bamirësie. U përfshi në modeling që në moshën 15 vjeçare. Imazhi që pushtoi kopertinat e revistave prestigjioze botërore, si Vogue, Marie Claire, Elle e të tjerë. Ka bashkëpunuar me brendet më të mëdha të modës, ka bërë fushata reklamuese dhe ka sfiluar në pasarela me fashion designers si Dolce & Gabbana, Versace, Etro e shumë të tjerë. Është themeluese e fundacionit të saj të bamirësisë, Emina's Hand Foundation, që mbështet shqiptarët si ndihmë për familjet në nevojë. Ka marrë pjesë në javët e modës në New York, Paris, Milano e më gjërë. Përmes imazhit të saj ndërkombëtar, ajo ka kontribuar edhe në promovimin e identitetit shqiptar dhe ruajtjen e lidhjes me komunitetin shqiptar në diasporë. Është krenare që është shqiptare dhe ka theksuar shpesh rëndësinë e traditave shqiptare dhe përpiqet t'i transmetojë ato edhe tek fëmijët e saj. Është konsul e nderi e Shqipërisë në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe antare e bordit e Këshillit Koordinues të Diasporës. Zonja dhe zotrinj, top modelja dhe filantropja, Eminaçun Mulaj. Mirëmbrëma, mirë se u kam gjetë, ambasador, shumë faleminderit, organizatorëve, faleminderit për nderin që ma keni dhënë. Përndryshe, unë jam prej një katunit shumë të vogël dhe jam rrit të me ljop, por jeta të bjen në vene të çuditshme. Edhe pse jam lindë në këtë shtet, jam rrit në malsinë e madhe, në tuzin e vogël temin. Unë çdo herë them, jam krenare me kënd shqiptare. E gjaku nuk ashtu e çka ke në zemër e ke për vetin e për komin tonë. Kështu që për mua këto çmime e kanë rëndësinë shumë atë mëdhaja se ndoshta gjithë ato që i keni pa përparan prej pasarelave të botës, por gjithsesi unë jam mirënjohëse për këtë edhe ju falenderoj pafund. Faleminderit. Congratulations. Shumë faleminderit, faleminderit Mirdar.
Në Tiranën plot më shumë po e kërkoj, e se ti ku shkoj. Ajo është një nga kantautoret më të preferuara dhe më të vlerësuara në muzikën shqiptare. Debutoi në skenën shqiptare në vitin 2001 në festivalin e këngës me këngën Vetëm ty të kam. Ka fituar çmimin e parë te Kënga Magjike në 2017 me hitin E çmendur. E njohur për zërin e saj të fuqishëm, stilin emocional dhe përfaqësimin e Shqipërisë në Eurovision Song Contest 2021 me këngën Karma. Fituese e edicionit të parë të Your Face Sounds Familiar në TV Klan. Fituese e 10 çmimeve të dyta dhe të treta në festivale. Stili i saj muzikor përfshin pop baladat fuqishme dhe unike. E kur ta ndjesh se do të rrish pak me mua, të kujtohesh se sa bota të tua. 2 koncerte recitale shumë të ndjekur. Vokal i jashtëzakonshëm, tekste të ndjera, interpretim emocionues. Si po jetoj una e ti e vetveten ndonjëherë. 10 hite dhe bashkëpunime të suksesshëm. Ata e dinin mirë sa të deshta, ata ma modën jetën mu. Ajo është një dhe e vetmja Angela Peristeri. Ndodhe me artistën e madhe e cila nuk ka nevoj për prezantim, por mua më takon që ta them. Me gjitha aurën e saj, Angela Peristeri. Përshëndetje. Angela, ke prekur shumë skena, ke rëmbyer pafund çmime. Doja të dija në tek cilat emocione bën pjesëmarrja ose të kënduarit jashtë atdheut ton. Është sigurisht një emocion shumë më i veçantë, sepse njerëzit që janë jashtë atdheut, shqiptarët që janë këtu në Amerikë ose në vende të tjera të botës, sigurisht që kanë më shumë mall për këngën shqiptare dhe për ne, kështu që ne gjithmonë ndihemi më të privilegjuar kur vim jashtë shtetit. Por eventi specifik që unë jam sot, Nëntori Shqiptar, për mua është një nga eventet më të bukura që unë kam marrë pjesë ndonjëherë, edhe herën e kaluar edhe këtë herë që jam tani. Na premton që do rikthesh? Ju premtoj me shumë dashuri që do rikthem sa të më bëftesën përsëri Edi. Dhe ne me si presim. Sa muj, prej se m'ke shku, a ke ndërmen me ardhë, pse m'je i dënut, kam qut sa fjallë, a i ke një gjumë, prej shpirtit më kanë dalë, si janë vetëm fjallë, më jep një pudhje të lutem, një pudhje që vre
shtëpis, cigare ndaj përgjys, mes meje dhe vetmis, nëse s'më do, bëje për mu, një telefon s'kushton, nga vdekja me shtotu. Më jep një budhje të lutem, një budhje të lutem, një budhje që vret më shumë. Më jep një budhje të lutem, do kishim sot festë, është ditë e shtunë. Se ky fati s'na la pran, krasi mjegull në Tiran. Fjalët e më tha, ikëm pak nga pak, e dashni më s'ka. Më jep një budhje të lutem, një budhje të lutem, një budhje që vret më shumë. Më jep një budhje të lutem, do kishim sot festë, është ditë e shtunë. Se ky fati s'na la pran, rasi mjegull në Tiran. Fjalët e më tha, ikëm pak nga pak, e dashni më s'ka. Faleminderit. Mi mbroma gjithëve. Dua një dorë të kitje shumë për gjithë juve që keni nderuar sot në festivalin tuaj në Kombëtarin Shqiptar. A jemi gati për zjan? Hajde goca! Pa koluk lutem. Shkoj! Sonde du me daj me pi, me u kënaqur me shoqni, s'kam nevojë më për dashni edhe për rena. Sonde du me daj me pi, mushim gotat me raki, po jena hajetën e kena. Dikur këtë zemër e ke pas, e ty të ka dash, e ti e ke vratash. E di ti zemër, për ty jam i laq, për ty jam i laq, e pa mos ke me u knaq. Ama si ngele vetëm, nga dita kur me le unë, po festoj jetën. Aman mas me jeje, nuk ka asje tjetër, jo asje tjetër. Ska, sonde du me dal me pi, me u knaqur me shoqni, s'kem nevojë më për dashni edhe për rena. Sonde du me dal me pi, mushim gotat me raki, jena haje kena vajetën e kena. Sonde du me dal me pi, me u knaqur
po du me t'pa, sigur pa, s'po mund me t'pas ty larg, po du me t'pa, vetëm pa, për ty më vetën do se marr. Që për ty malli më merë mu, ka me t'harru, e di ka me t'harru, ta shti e to pa mu, shkaj bashk, po du me t'pa, sigur pak, s'po mund me t'pas ty larg, po du me t'pa, vetëm pak, për ty më vetëm do se marr. Po pipi, e du me t'pa, e nuk e di se zemër t'ka. Pipi, e du me t'pas, e nga inati, po du me plas. Pipi, e du me t'pa, e nuk e di se zemër t'ka. Pipi, e du me t'pas, e nga inati, po du me plas. Mere me kmalit pas kamar, mere me po t'i gjesh si zjar, ke menuti veç për vete, vete lype, vete gjete. A si ma bone tim ke gjuj si shuta, kur e di se mas teje unë lujta, ti ke me vujtu në probleme, ti shduka hijo de puta. Se gotat po i tej, edhe me shoqet sej, jo ti nuk e ide, qake u djallo. Ishe mbret në botën time, dashuria ish piktur, tani vetëm baj kurorën, zemër flakën ta vej. 1, 2, 3, hajde! Për vete, vete lype, vete gjete. Se gotat po i thej, edhe me shoqet sej, jo ti nuk e ide, qake hu djallo. Isha mbret në botën time, dashuria ish piktur, tani vetëm baj kurorën, zemër flakën ta vej. 1, 2, 3, hajde! Mbrëma. Nuk po më merr të gjumë. As mua. Papa? Jo, ëndrat. Të bukura. Të paritshme. Ti je Angela. Dhe ti? Gjibone. Shkoj!
Dhe gjo si është puna, si goca dhe quna, mësuan për mua, sa shumë që të dua. Kështu që thash, në plash kur të pash, e kluje me detin, të hap mua petin. Ndaj tu afrova dhe të respektova, fola më dëgjove, fole të dëgjova. Si she vështirë, po me ty aq e mirë, u tregova të lutem, më lërë që të futem në zemrën edhe në mendjen tënde, në shpresat edhe dëshirat e tua. Këto mendoja ndërsa vështroja, plot me ëndra ata dy sytë e tua. Po s'më kuptove, nuk më kuptove nga pasiguria se si pushtohem. Dua të ta them, por pendohem se si ma bën zemra kur të afrohem. Si ma bën zemra kur të afrohem, si ma bën nëse ti pse blokohem. Ull kokën poshtë s'dua të lëndohem, kur më sheh me ata sytë e tua. Se si ma bën zemra kur të afrohem, si ma bën nëse ti pse blokohem. Kthej kokën sepse s'dua të kuptohem, vetëm unë e di sa të dua. Me ma bë halal se ashtu kam pas ca halle, s'qojmë do t'me këtyme, unë ngritë me hedhvalle. Nuk të ndjek dot në përfusha edhe male, se jeta prej vërteti nuk është si në festivale. Po akoma të du se je reale, e kur afro e shafër humbas minerale. Një jetë pjedestale, Claudia kardinale, të tira ti zem prika kur vjen prova generale. Do kam pas i shkëlqen në brek të detit, ceremonit të shtetit dhe eventet e qytetit. Do të përqafoj mojt e harku i tragetit, si kur Titaniku për para kiametit. Je drit, je yll, je zemër, je shpirt, je emër, je femër. Je busqeshje që let nuk harrohesh, ta dirë si ma bën zemra kur më afrohesh. Se si ma bën zemra kur të afrohem, si ma bën nëse ti pse blokohem. Ull kokën poshtë s'dua të lëndohem, kur më sheh me ata sytë e tua. Se si ma bën zemra kur të afrohem, si ma bën nëse ti pse blokohem. Kthej kokën sepse s'dua të kuptohem, vetëm unë e di sa të dua. Unë zemër dhe vetëm unë e di se si e prita takimin. Shumë zemër se din sa shumë, mendimet që të qet nuk më linin. Unë zemër dhe vetëm unë kisha në mendje që ta marr guximin. Shumë zemër se din sa shumë, me një puthje ta mbaroja kërcimin. Se si ma bën zemra kur të afrohem, si ma bën nëse di pse blokohem. Ull kokën poshtë s'dua të lëndohem, kur më sheh me ata sytë e tua. Se si ma bën zemra kur të afrohem, si ma bën nëse ti pse blokohem. Kthej kokën sepse s'dua të kuptohem, vetëm unë e di sa të dua. Shumë faleminderit Angela për gjithë atmosferën dhe ju kërkojmë ndjes pasi tani sa po filloj atmosfera ne na duhet ta ndërpresim pak për ta vazhduar dhe me 3 çmimet e tjera të fundit. Ndjekim insertin dhe zbulojmë kush është personazhi i radhës. Një ikone modelingut e cila është një ndër modelet shqiptare më të kërkuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miss Universe Albania 2011, duke përfaqësuar Shqipërinë në Miss Universe 2011, ka kontribuar për bamirësi, duke ndihmuar familjet shqiptare në nevojë pas tërmetit të 2019-s. Jeton prej vitesh në New York, ku ka ndjekur karrierën si modele ndërkombëtare, ka bashkëpunuar me markat e famshme të modës dhe ka investuar në vetë zhvillim profesional. Themeluese dhe drejtore ekzekutive e markës së produkteve kozmetike kundërplakjes Three Loves Beauty Beverage. Jo vetëm një modele e suksesshme, por edhe një prezantuese televizive. Zonja dhe zotrinj, e mrekullueshmja Jessica Berberi. Jessica, mirë se erdhe sërish mes nesh. Faleminderit, mirëmbrëma gjithëve. Është një festë e jashtëzakonshme. Faleminderit shumë, Edi, që krijon këtë event çdo vit. Ne kalojmë shumë bukur edhe na mbledh gjithë shqiptarëve këtu bashkë. Po ndjej shumë emocione. Thank you for being here and congratulations on your award, Jessica. Thank you so much. It's very nice excited to see you as we've been doing a few shoots together nowadays. Yes. I would like to actually ask you, what are some of the favorite brands that you've worked with over the years? Many different brands, for sure. My favorite one is like working with people that you feel like family. Like, for example,
Fadil Berisha. Like, he is a guy that actually made my career, and I'm here only because of him. So, yeah, it's about like how the energy goes and everything. I agreed. Fadil is definitely a fashion father, and he owes it to a lot of people's careers out here. Yes, 100%. Like, thank you so much. Ndihem shumë e lumtur për këtë çmim. Dhe ky çmim shkon për gjithë ne shqiptarët, ne jemi njerëzit më të mrekullueshëm të botës. Dhe jam shumë krenare që jam shqiptare. Faleminderit. Me një nga portretet më të bukura shqiptare, me një nga vajzat më të suksesshme, Jessica Berberi. Urime për çmimin, jam shumë e lumtur për ty. Faleminderit, Jessica, është kënaqësi të jem këtu sot. Dhe është një festë shumë e mrekullueshme. Jam shumë e lumtur që kjo po bëhet një traditë. Çdo nëntor ne gjithë mblidhemi bashkë festojmë. Dhe Edi e krijon këtë event në një mënyrë perfekte. Mua më pëlqen shumë edhe madje edhe pse nuk jetoj më këtu në New York, vi vetëm për këtë event. Super. Atëherë un kam një pyetje. Për çfarë krenohet më shumë Jessica Berberi? Që jam shqiptare, 100%. Atëherë kjo ishte pyetja, nuk kam se çfarë të pyes më tepër. Faleminderit shumë. But you know what I mean, right? We need to stop America from regressing. And think about what your life would have been like as a woman if you had never immigrated from your country. I was born here. Wait, no, you came here when you were little. I'm from Brooklyn. I was born in Brooklyn. My grandfather and father made dreams come true with buckets of soapy water and mops. Sometimes when I clean my apartment, I think of how they cleaned other people's buildings for me. When I buy myself food, I'm reminded of the smells of home. Mommy and Nana's cooking. Every piece of burek and scoop of biryan is filled with purpose. To give the people around them energy. Then after every meal, they clear out plates knowing they'll turn the stove on again the next day. I should kiss their hands. But I don't. Okej, ndoqëm një pjesë të një filmi të cilat janë personazhet kryesore, vajzat nga Shqipëria. Kështu që do të ftoj në skenë Amina Cami, Edita Cami dhe Anda Stafa për të ndarë me ne suksesin e tyre në filmin The Trees Still in Brooklyn. Mirë mbrëma. Unë jam Amina Cami. Shumë faleminderit për mundësi që më dha për të treguar trailerin e filmit The Trees Still in Brooklyn. Kur e shkruajta këtë filmin, doja të inderoj vlerat shqiptarëve, edhe të advokoj për preservimin e traditit jona të bukura. Edhe faleminderit. Faleminderit shumë. Isha më fat që e plotësova këtë projektin me kushërirën tim, Edita Cami, edhe më fat që gjetëm aktorin perfekte për rolin, Anda Stafa. Hi everyone, I hope you're having a great night tonight. I'm so glad to be here. Thank you, Eduard. I just want to say this is a film that speaks to people across so many different cultures. Po unë jam shumë krenare që e kemi treguar nga perspektiva shqiptare. It was an honor to play Aisha, who is an Albanian American woman like myself and so many others of us who are here tonight. I think Albanian films deserve to be made. Albanian identity deserves to be shown more in films and in TV shows. So I hope we can see more of that throughout the near future. We are so grateful for the opportunity to show our film with you all here tonight. Thank you, Eduard, for the opportunity, for allowing us to be here in this beautiful night. It's an honor and it means so much to us. We hope you enjoyed the film
And if you would like to stay connected with us, please follow us on Instagram at illyria.pictures. Thank you so much. Shumë faleminderit. Thank you, ladies. Definitely can't wait to watch your film. Okej, zbulojmë kush do të jetë personazhi tjetër që do të ngjitet në skenë, ndjekim bashkë insertin. Ai është një personazh publik në Shqipëri, themelues dhe drejtor ekzekutiv i Acromax Media, që nga viti 2007, kompania lider në fushën e rrjeteve sociale dhe përmbajtjeve online në Shqipëri, por jo vetëm. Një ekspert i medias digjitale, duke luajtur një rol kyç për informimin, ndikimin dhe menaxhimin e përmbajtjes digjitale në median shqiptare. Drejtori teknologjisë dhe këshilltar i jashtëm tek Mediacraft Networks, rrjeti më i madh televiziv online në Evropën qendrore. Nga viti 2014, themelues dhe drejtor ekzekutiv i Acromax Technology, duke punuar me një ekip prej mbi 10 zhvilluesi shumë të motivuar në Hamburg, Berlin, San Francisco dhe Rio de Janeiro, në projekte komplekse afatgjata në fushën e medias dhe financave. Ai ka një pozicion të rëndësishëm në median digjitale në Shqipëri, duke qenë aktiv në debatin publik për rolin e mediave sociale dhe ndikimin e tyre në shoqëri. Shembulli më i mirë i një biznesi të suksesshëm që operon në fushën e mediave digjitale dhe rrjeteve sociale. Zonja dhe zotrinj, Aldor Nini. Aldor Nini. Mirëmbrëma. Atëherë, unë me të gjithë ju këtu kam diçka shumë të përbashkët, sepse unë kam sakrifikuar, ju keni sakrifikuar që keni ardhur në një vend edhe pa dashje ose me dashje, e keni bërë shumë gjëra më mirë se vendasit e këtij vendi. Por diçka që unë kam bërë ndryshe dhe këtë do doja sot dhe ta jepja si mesazh për të gjithë ju, është që ka ardhur koha, mendoj unë, në vitin 2025 e mbrapa, që ne këtë gjën që ne dim ta bëjmë më mirë dhe kemi treguar që dim ta bëjmë më mirë, t'ja kthejmë edhe vendit tonë. Këtë gjë kam bërë me kompaninë time dhe sot jo vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por edhe nga shteti gjerman ne dërgohemi nëpër vende në zhvillim, që t'i tregojmë atyre vendeve se si mund ta bëjmë një gjë më mirë. Dhe unë jam shumë i sigurt nga këto që pash sot që të gjithë ju keni mundësinë edhe duhet ta ndiqni atë mundësi që sot edhe në të ardhmen t'i ktheni vendit tonë diçka që i mungon, suksesi që ju keni arritur këtu. Faleminderit. Aldo, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Congratulations. Jam këtu me Aldor Ninin, i cili bëhet pjesë e eventit ton për herë të parë. Nuk di se çfarë ta pyes, se çfarë emocionesh ka që është pjesëmarrës në këtë vit, apo se çfarë mendimi ka për shqiptarët në Amerikë. Përshëndetje Gjensila. Po, është vërtet hera e parë që ndodhem në këtë event. Shqiptarët në Amerikë, shqiptarët në Amerikë unë i kam njohur që shumë kohë të gjatë, edhe duke qenë një shqiptar që vetë ka emigruar në Gjermani, patjetër që kemi një ndryshim me ato në Amerikë, por në çdo vend ku kemi emigruar, kemi parë vetëm një gjë që në çdo vend të njëjta kemi arritur shumë, kemi arritur më shumë se sa si shqiptar në Shqipëri dhe ndoshta kjo gjë do na ndihmoj që të kthejmë mbrapsht edhe në Shqipëri ato gjëra që kemi arritur këtej. Këtë shpresoj faktikisht edhe nga këto mbledhje të gjithë shqiptarëve që bëhen në diasporë të realizojmë në mënyrë që t'i afrojmë shqiptarët që kanë arritur gjëra shumë të bukura jashtë shtetit, ndoshta një ditë t'ia kthejnë edhe Shqipërisë në mënyrë që ne të zhvillohemi më tej. Shoqata iliriane e menaxherëve të ndërtesave, IBMA, Illyrian Building Managers Association, është organizata e parë shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përfaqëson profesionistët shqiptar të industrisë së mirëmbajtjes dhe menaxhimit të ndërtesave në New York, New Jersey dhe Connecticut. Ajo është krijuar në mars të vitit 2022, pasi u vures se shqiptarët përbëjnë një pjesë shumë të rëndësishme të këtij sektori dhe kanë ndërtuar prej dekadash
një reputacion të fortë për punë cilësore, përgjegjësi dhe profesionalizëm. Sot vlerësohet se mbi 10.000 shqiptar punojnë në këtë industri. Aktualisht, IBMA ka mbi 200 anëtar. Përveç aspektit profesional, IBMA ka një rol të rëndësishëm komunitar. Ajo bashkëpunon me organizata të tjera shqiptare, angazhohet në bamirësi dhe aktivitete vullnetare, duke kontribuar pozitivisht në imazhin e komunitetit shqiptaro-amerikan. Zonja dhe zotrinj, presidenti i Illyrian Building Managers Association, zoti Vendim Lushaj. Këtu mes nesh është kryetari i shoqatës Vendim Lushaj. Shumë faleminderit që je mes nesh. Mirëmbrëma gjithëve. Është kënaqësi dhe privilegj e veçantë për mua dhe nderë jam mes jush, festojmë këtë natë mrekullueshme, këtë natë festën natën muajin e nëntorit, festat e nëntorit. Unë jam presidenti i Illyrian Building Managers Association. E para dhe e vetmja shoqatër e suprave resident managers in New York City, New Jersey, Connecticut, I can say United States as well. Dhe e vetmja dhe me modh janë në këtë industri. Është një kënaqësi të jam sot në besjush. Ne si menaxhues të ndërtesave të New Yorkut, menaxhues të ndërtesave jemi përkujdesem për ndërtesat, për strukturën e ndërtesave, për themelet, por gjithashtu ne kemi kuptuar se ka një themel më të fortë se çdo lloj betoni, që është themeli, është bashkimi dhe bashkëpunimi mes shqiptarëve, që është themeli më i fortë për shqiptarët në New York, New Jersey, Connecticut dhe gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Desha të falenderoj nga zemra gjithë anëtarët e shoqatës Illyrian Building Managers Association dhe gjithë ata që se suportojnë në këtë shoqatë. Një falënderim i veçantë shkon për bordin drejtues të Illyrian Building Managers Association, which është kënaqësi e veçantë punoj me you guys. Një falënderim për organizatorët e kësaj marrëdhënie të mrekullueshme për një organizimin e shkëlqyeshëm dhe këtë atmosferë festive. Falënderimi i veçantë dhe special shkon për familjen time të mrekullueshme, për mirëkuptimin, support edhe për gjithë kohën që kam shpenzuar jashtë familjes. Faleminderit gjithëve, gëzuar festat e nëntorit. God bless Albanians all over the world. Shumë faleminderit Vendim. Thank you very much. Po Sabrina, unë mendoj që është momenti që kanë qëndruar mjaft ulur, kështu që mendoj se duhet të ftojmë një artiste që realisht do ta ndesë këtë skenë. Kështu që pa humbur kohë dua të ftoj në skenë Alberie Hadërgjonaj. Alberie, e gjithë skena është për ty. Mirëmbrëma vëllezër dhe motra, për mua është privilegj edhe kënaqësi të jem në mesin e shqiptarëve të suksesshëm, dashamirës dhe adetar në të ditë të shenjtë, sepse sonte festohet festa më e madhe e kombit, festa e flamurit kombëtar, mirë se keni ardhur, edhe festofshi gjithmonë. Në emër të Eduardit me his staff, faleminderit që na mblodhët. Edhe kështu u gëzofshim gjithmonë, sonte jam me orkestrën, gati orkestra? Okej, do ta këndoj një këngë që i kam dedikuar kësaj feste të madhe të kombit dhe më pas jemi live me orkestrën, sigurisht këngë popullore, këngë të popullit që ta kalojmë këtë natë sa më bukur. Okej? Hajde shkojmë. Gëzuar festa e flamurit. Opa, Dani! Hajde këtu. Mikrofonin edhe pak. Po bashkohemi në
Tiranë, për me I kënuar Shqipërisë nan, disa vargje për t'i thur, të bashkuar në një flamur, vjen nga Vlora Polifonia, spret në pjesh këtë qiftelia, penen sola nga Tetova, vitu panat nga Rugova, për t'i kënuar Shqipërisë etnike, vjen la huta jon kreshnike. Qka po thot konga e re, nuk na ndan krahin asve, krejt gjithë bashk, ne sa jena, I njejti gjak na rjedh në vena. Fillon valja e rrugoves, vjen nga pjeshkët e Kosovës, dhe unë nisen drejt Tirane, bashkë me vallen Tropojane. Krejt Brand po hyn në valle, bashkë me ta dhe valja qave, m'kam unë ngrit gjithë lapëria, po bashkohet e thanë Shqipënia. Qka po thot konga e re, nuk na ndan krahin asve, krejt gjithë bashk, ne sa jena, I njejti gjak na rjedh në vena. Qka po thot konga e re, nuk na ndan krahin asve, krejt gjithë bashk, ne sa jena, I njejti gjak na rjedh në vena. Faleminderit. Dhe tani me një vallë rrugove ju ftoj të vallëzojmë, do shkojmë në Shqipëri të mesme, do vim nga Malësia lart në mes dhe shkojmë në jug. Hajde shkojmë. O malet e Malësisë, dhe ju Olisa të gjatë. Bravo, Filavdia në keyboard. Arjet Ziba në klarinet, Dani Berisha, the one and only, drummer edhe Tupan Gjiu më I mirë, the bass guitar, Ernest Majeri. Thank you guys for being here. Ju kam në rëmen dite na. Ajde shqiptari zonte, opa! Ladies and gentlemen, I'm Mansoura. Të gjithve. Emina, thank you for being here tonight. I love you too. Hajde shkojmë të gjithë!
Donë se jam I mërguar Dashnin ka me zemra Kur se ka harruar Oj Kosovoj Nana ime Donë se jam I mërguar dashnin ta me zemra Kur se ka harruar Ajde Marcia Opa Ajde Gzua Ajde Qika Njashtu dhe kjo zemra ime Pre këtu ku jam ua Vjen me vrap me dëshir Atje në viset e tua Vjen me vrap me dëshir Atje në viset e tua Oj malësi moj Nana ime Ndonë se jam I mërguar dashnin ta me zemra Kur se ka harruar Oj qamri moj Nana ime Ndonë se jam I mërguar dashnin ta me zemra Kur se ka harruar Hajde ta vallëzojmë na vallën e rrugovës Hajde ta vallëzojmë vallën e rrugovës O dejte molle kuqet O në kufit Kosovës Dejte molle kuqet O në valësi Gjakove Hajde Kosovë Hajde ta vallëzojmë vallën me shamia Hajde ta vallëzojmë vallën me shamia jona Kosova jona Malësia jona Kosova jona Shqipëria
shumë adhurus të mi, kam edhe nga jugu shumë, kështu që nuk dua të ndajmë sot, as një krahin, se jemi toske, se jemi geng, jem një liso me dy deng, se jemi toske, se jemi geng, jem një liso me dy deng, jo s'ka fe, s'ka parti, që për qanë këtë shqiptari, jo s'ka fe, s'ka parti, që për qanë këtë shqiptari. Më falë orkestra e di që është një event shumë i rëndësishëm, por unë shoh Fadil Berishën. I can't. Apo një duar trokitje për nder të kombit, se është i tillë. I love you Fadil Berisha. Thank you for everything që ke bo për të gjitha ne, jo vetëm për mua. Elmi Berisha. Të gjithë juve ambasadorin. Ambassador, you're the best. I love you. Thank you guys, all of you. Let's go. Hey, hey. Hajde DJ orkestra. Hey, 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 hey. Hajde valja shotës. Oh, DJ.
përësira për në fund. Po tini, I'm so proud. I love you so much. Thank you for everything you do for every one of us. I love you. Let's go! Kujtoj me mal, zemrën agim. Hajde! A do t'kem ty val, lulem kur qafim. Si zan malije, hajde shkondra! Buzën si qërshi, syni zjareke, e bukur si flori. Hajde qika! Hajde mi dhe flanko malitim, të ndafin gullu me ves, në këtë natu pakim, putën ta me po e pres, prejnin tim nuk gjen piklim, e jatë pres me padurim. Hajde, hajde shkritim, të jetojmë sa jemi tri. Hajde DJ! For Philadelphia. I love you guys. Philadelphia in the house, ladies. Let's go. Dashni për ty, jo, nuk ka fund. Hajde shkoj, hajde vi dhe fja, o mali tim, trëndafil vullu me ves, në këtë natë pakim, putin tonë po e pres, pehrin tim nuk gjeni piklim, e janë pres me padurim. Hajde, hajde shpirtim, të jetojmë sa jemi trio. Shqiptaria edhin valle dhe valzoj me gzim plon ushton je hona pjeri tajres o djalo pjeri tajres tajregji pjeri mos tu thap të dora tajregji o djalo i ri so na erdi koha hajde gzuj Vieni mos tu thap të dora, tu pangjio t'jallo i ri, o pje
fes, o pa daule, jo s'ka vale, o pa baltar, me gzim plot, hajde, u shtonje hona, o pjeri tajres, o ti djan. Pjeri tajres, tajreshi, pjeri mos tu thot dora, tajreshi o djalojri, pjeri e poja fora. Pjeri tajres, tajreshi, pjeri mos tu thot dora, tajreshi o djalojri, pjeri e poja fora. Hajde chica! Mai mira me sytë e zi, ama falë sinin e zi, ama falë sinin e zi, qaj, as florini, as unazat, djanos me duhen unazat, djanos me duhen unazat, jo, o mu do gjani, hajde fustani, bukuroshe moj ora, o mu do gjani, hajde fustani, bukuroshe moj Këngën asnjëherë e kam për rinin, për të utën që dashurone për shumë nga ju, dhe më pastaj sigurisht vazhdojmë. Kemi Ilsi Ademin, një djalë super talent. Angela Peristeri ishte nga Tirana që shkëlqeu sonte, na ka kënaq me zërin e saj të jashtëzakonshëm. E gjithë to figura krenari për ne, për komunitetin shqiptar në Amerikë. Duke qenë se jemi në një atmosferë shumë të mirë që na la, Arbëria do të ftoj në sken një new artist, Dea Karniku. E gjithë skena për ty, Dea. Imbrama. Faleminderit shumë, Eduard, for having me tonight. I'm happy that I can be here to celebrate our wonderful culture. I'm going to be singing Moje bukur amore. Moje bukura
Faleminderit. Shumë faleminderit Ea dhe shumë suksese. Faleminderit. Okej, e bukur është se artist pas artisti do vazhdojmë tani me Klodiana Hasani, e cila do të promovoj dhe klipin e saj më të ri, Kuqezi. Është vetëm për ne. E ftojmë në skenë. Shumë faleminderit. Shpresojmë në projekte të tjera të ardhshme. Atëherë, tani ditë ju them që duhet bëni të gjithë gati, pasi nuk besoj se do ketë njëri që do jetë ul. Mezi e kemi prit. Ky artist që vjen në skenë, përveç se është njeri i madh, po mbi të gjitha ka shpirtin e madh. Kështu që me një duar trokitje shumë të fortë, ftoj në skenë Ilsi Ademaj. Faleminderit shumë. Ky prezantim më laston kajherë, kur më prezentojnë kështu si djalë të mirë, si njeri i madh, si këngëtar i madh, por ju falenderoj shumë të tonëve që keni ardhur, por du me falenderu Eduard Deden që ma dha mundësinë me kënu për të vitin e 2 të radhazi në nëntorin shqiptar, në eventin, po e them se s'mnin kush, se pak jena këto, pak një 500 vetë, në eventin më të bukur që bëhet New York në herë. Këtë event e bëjnë këta njerëz që investohen kohë, mund, pare, edhe vinë në idenë time dhe mbështesin tash 5 vite. Dua t'i falenderoj nga i pari tek i fundi që është ullë sallë. Ata që janë ullë pak më mrapa, ju kërkojmë ndjes, vitin tjetër duhet nxjerrim pak më para që mos të ngeli hatri. Dhe jam shumë falenderues gjithëve.
Jam falenderues të gjithë personazheve që ishin prezent, zotit ambasador, falenderit Emina, Fadil, Jessica, Fotini, nuk mund t'i marrë gjithë me emra, Peter Luca që është një ndër njerëzit që vjen non-stop, Gzimi Neçaj që është miku im më i mirë, tani Geci, Bekim Geci, gjithë në radhë nuk mund t'ju them dot emrat, Vilso Luma, Erni etj. Faleminderit gjithëve. Por dua që ti të më dedikosh një këngë për mamin tim që është sonte në sallë. E ti them faleminderit familjes time që më mbështet në këto iniciativat e mia të shmenme, tu marr me konkurse bukurie, duke shëtit botën. Edhe vi ka marrë në Amerikë me pak njohje dhe u bona me shumë miq, fal jush. Faleminderit gjithëve. Do më këndosh një këngë Kaçorelat e tua, ka qenë kënga që baba imi dedikote edhe i këndote si me mamën këtë më herë dhe është kënga e saj me preferume. Faleminderit gjithëve me zemër, shumë faleminderit. Nga i pari të fundit. Faleminderit, Elvira mos më qif, I love you. Të lutem po ta qash me lot, se me qa vet ajo pastaj. Natyrat falin të bardho si bora. Unë për mas teje jetën që vora, ose marakun ma kanë shtue, moj Kaçurelat e tu. Aman Kaçurelat e tu. T'kuqo si gjaku, se me ty vashëm ka zane maraku, ose marakun ma kanë shtue, moj Kaçurelat e tu. Aman Kaçurelat e tu. Faleminderit. Hej, fort po ngrohaj diell, edhe trimat në përmend mi sjell, mi përcjell. Hej, fort po ngrohaj diell, edhe trimat në përmend mi sjell, mi përcjell. Nga ky dielli kohësime shrisin shekuj në agime, dhe nga ganti shqiptarit zjar flakëro. Po ku ka si ti o Shqipëria ime, o fisnikja për migur, rrel në këngën liqërime, falën arta me flamur. Po
Unë ty moj, të kam dashtë prej së vogni dhe në pleqni s'të vjen keqe me më lane jama e me marun hajde tjetër njeri s'të vjen marish hajde tjetër njeri të qova të falat pse si frune pasha sytë saj aman nuk foli me muë pasha sytë saj aman nuk foli me muë kur dola në krue, me lasë dhe faqe, mosum se maskronit aman, se shpirtin ma knaqe. Mosum se maskronit aman, se shpirtin ma knaqe. Aman, mi mormente mia, fruniere valit aman, mi mormente mia. Tash, që kam zatë bukur e murve shtanë, mi major. Kur kalon rrugës me naze, oba, si lule zamak, na lupa ke hidhë ma synin se kam tanë marak. Kur kalon ti rrugës time dhe më përshëndet, mi faljetës ka qëzime, oba ju, ky marak nuk ma len dashurin që kam për ty. Nuk e ndroj me këta dy sy, ky maraku i shkret, nuk ma len zemrën të qet. Dashurin që kam për ty, o nuk e ndroj me këta dy sy. Hajde, hajde shku do të marrë shkat kesën. Thonjata sy, lule je lule kevni, i lumi unë për ty. Kur kalon ti rrugës time dhe më përshëndet, mi faljetës ka shkësime. Hajde ju, oba, ky marak bravo, dashurin nuk e ndroj pasha këta dy sy. Ky maraku i shkret, nuk ma len zemrën të qet. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj me këta dy sy. Ku i
ka shkumenja mu feju? Në kohje, në kohë, në ka shkumenja me u. E me marrë një ullëqinake, aman ullëqinake në s'madone nana, se m'ka t'zani zi u marak. Hajde ju, aman ullëqinakun, kur më vën voce e kuqe, na myte me bukuri, anja sa manë moj buz burbuqe, as ma falë synin e zi. Anja sa manë moj buz burbuqe, as ma falë synin e zi. Si u bo, jo puna e veri, edhe detin ujqon talas. Ani mos ja prish qekin dhe qarit, zemra i mushe do me maras. Ani mos ja prish qekin beqarit, zemra i mushet me maras. Me që kënu me kangin ka shkumenja mu feju. Hej goce qa po ban, mos u ban ti pishman, kalo fushe, kalo koder, hajde, hajde nusën shkoder. Hej goce qa po ban, mos u ban ti pishman, kalo fushe, kalo koder, hajde, hajde nusën shkoder. Hajde, hajde New York, make some noise. Jam një djallë shkodran, që m'ka canë së vdaja. Jam një djallë shkodran, që m'ka canë së vdaja. Me një goce smere, më ka gjetë belaja. Me një goce smere, më ka gjetë belaja. Mos u ban pishman, mos u ban pishmane. Mos u ban pishman, mos u ban pishmane. Si t'ja baju kësaj dashni, që me ty ka cane, nuk ma prish me ndjen mi goce, nuk vine Tirane. Ova, hej goce qa po ban, kalo fushe, kalo koder. Hej goce qa po ban, mos u ban ti pishman, kalo fushe, kalo koder, hajde, hajde nusën shkoder.
tjetër kemë tash, o të vrohë që në hijem, mos u ban pishman, mos u ban pishman, mos u ban pishman, mos u ban pishman, si gjaba ju kësaj dashni, që me ty m'kacane, nuk ma vrish me ndjen moj gosh, s'mina në Tiranë, ej goce qa po ban, mos u ban ti pishman, kalo fushë, kalo kodër, ej goce qa po ban, mos u ban ti pishman, kalo fushë, kalo kodër, hajde nusën shkodër, hajde në ërgëzime, unë ju arqa, qefi vahet me shkodran, arom shkodret, moj ta marsha, merën tane na qetë njan, nërgësime, unë ju arqa, o qefi vahet me ne shkodran, arom shkodret, moj ta marsha, merën tane na qetë njan. Ky pra të dashur miq ishte dhe nëntori shqiptar në New York edicioni 5. Duke shpresuar që ju kemi përcjell sadopak emocione dhe magjinë e këtij eventi, ju lëm takim në edicionin e radhës. Natën e mirë.